Deputeti i Vlorës Ilir Metaj në prag të 7 marsit ka mbledhur një aktivitet mësues në pension të shkollave dhe kopshteve kryesisht të rajonit numër 4 të qytetit për të shkëmbyer urimet të ngrohta por edhe mirënjohje. Një aktivitet që në fakt është i përvitshëm i organizuar nga deputeti socialist, ashtu si kundër edhe shumë të tjera festive që janë dedikuar moshës së tretë. Deputeti Ilir Metaj ka falënderuar mësuesit për kontributin që ata kanë dhënë gjatë mësimdhënies dhe edukimit të brezave, sepse siç thot ai, para se një komb të ngrejë të ardhmen e tij mbi themele të forta, duhet patjetër që dikush të ndërtojë shpirtin e tij. Metaj theksoi përpara mësuesve në pension se kohët i vun ata përballë shumë vështirësive dhe sfidave, por nuk bën asnjëherë kompromis me misionin e tyre, madje edhe kur pagat kanë qenë të ulta. Deputeti socialist u tha mësuesve se ju e keni kryer misionin me pasion, vullnet dhe sakrificë dhe se ndriçuan rrugën e kombit, dhe nëse sot Shqipëria ecën me dinjitet e kokën lart drejt Europës, kjo është edhe fal mësuesve. Të dashur mësues, përpara se të ketë mjek, inxhinier, artist apo politikan, patjetër që më parë duhet të ketë mësues, sepse që çdo komb të ndërtojë të ardhmen e tij mbi themele të forta, duhet që më parë të ndërtojë shpirtin e tij. Ndodh që ju keni qenë jo vetëm farkëtarët e mendjes së brezave, po në fakt jeni dhe arkitektët e shpirtit të këtij kombi. Keni hasur në jetën tuaj vështirësi të shumta, por asnjë nga këto vështirësi apo sfida nuk u ka bërë që të bëni kompromis me misionin tuaj. Keni duruar edhe paga të ulta, po nuk keni ulur vlerat tuaja. Ka ndodhur edhe të mungojnë në respekt, por ju nuk jeni ulur kurrë nga pjedestali i nderit. Keni pranuar të jepni çdo gjë, pa kërkuar pothuajse asgjë. Sepse misionin tuaj e keni bërë me vullnet, me pasion, me sakrificë, nga që aty ku kushdo tjetër mund të shikonte një fëmijë, ju keni parë të ardhmen. Aty ku secili prej ne mund të ketë parë kufi, ju keni ndërtuar horizonte. Ju keni ndriçuar rrugën e këtij kombi, dhe nëse Shqipëria sot ecën me dinjitet dhe ballart drejt integrimit në Bashkimin Evropian, merita kryesore është e juaja. Unë sot u them gëzuar festën të dashur mësues dhe u falenderoj me minjoje dhe për ulësi të thellë. Nxënësit e shkollës artistike Naim Frashëri dhe gjimnazit Ali Demi kanë interpretuar për kënaqësinë e mësuesve në pension, duke sjellë një atmosferë vërtet festive për ta në prag të festës së 7 marsit. Unë jam Clarisa Lako dhe vi nga shkolla Naim Frashëri. Për ju do të bëj një pjesë instrumentale dhe do të këndoj gjithashtu dhe shpresoj që t'ju pëlqejë. I was scared of dancing in the dark. I was scared of pretty girls sharing conversations whole. All my friends are turning green. Jam Martin Lagji nga Gjimnazia Ali Demi dhe për ju sot do të interpretoj një poezi nga autori i mirënjohur Ismail Kadare me titullin Nënën. Në mbrëmje u kthye ai në shtëpi, i lodhur, i ngrysur me traktet në gjim. Mes natës së shurdhët, se erët, së shkret, do t'i ngjisja ai traktet kudo në qytet. Mes natës ti nësonte o nën më zgjo. Mirë bi i nënës, flibi, tha ajo. Deputeti Ilir Metaj më pas ka shpërndar lule dhe dhurata për mësuesit në pension si një shenjë falënderimi për njerëzit që i dhanë dije dhe u ndriçuan rrugën brezave të tërë. Deputeti Metaj e ka kthyer në traditë mbështetjen ndaj mësuesve dhe jo vetëm, por edhe ndaj moshës së tretë, duke i kujtuar dhe vlerësuar ata, jo vetëm në ditë të shënuara festive, por edhe gjatë gjithë vitit.